Nëna që harruan djemt, por e dashën vëllezërit. Ka nëna që japin gjithçka për fëmijët e tyre. Nga dita e parë që i lindën, ato u sakrifikuan, u ngritën netëve pa gjumë, e lanë veten pas, vetëm që fëmijët e tyre të rriteshin të shëndetshëm dhe të mos u mungonte asgjë. Por jo çdoherë dashuria shpërblehet me dashuri. Kështu ndodhi edhe me këtë nënë. Ajo kishte disa djem, i rriti me mund, me djers, me vuajtje. Çdo kafshat e ndante në mes, që ata të hanin më shumë. Çdo robë e vjetër ja lente vetës që të blente rroba të reja për ta. Por kur djemt u rritën, secili mori rrugën e tij. E harruan nënën, jo vetëm që nuk e thirrisnin asnjëherë në telefon, por as nuk e duronin pranë vetës. Madje edhe nusët e tyre nuk e donin. Për ta, nëna u bë e padëshiruar në shtëpi. Dhe ku gjeti strehë kjo nën? Jo tek fëmijët e saj, por tek vëllezërit. Ata e pranuan në shtëpinë e tyre. I trajtuan me respekt, me dashuri e me kujdes. Ata e pastronin, e ushqenin, i andronin rrobat, e silleshin me të sikur ajo të ishte nëna tyre. Se herë i shikonte djem nga larg, zemra i dridhej. Por asnjëri prej tyre nuk afrohej. Asnjëri nuk e pyeste non si je. Vetëm lotët ja dinin dhembjen e asaj nane. Kështu po kalonin vitet e fundit të jetës së saj, jo në shtëpinë e djemve, por në shtëpinë e vëllezërve. Dhe më dhimbshmja është se ajo prap nuk i mallkon djemt e vet, nuk i urren, sepse zemra një nëne nuk njeh urrëtie, ajo vetëm fal, edhe kur zemra i është thyer. Ky tregim është një mësim i madh. Mos e harroni nënën tuaj. Askush në këtë botë nuk do t'ju dojë më shumë se ajo. Kujdesuni për të, thërrni një herë për qafani sepse një ditë ajo nuk do t'jetë më.